Ndoshta edhe ti e ke bërë pyetjen si është e mundur që edhe në vitin 2026 të ketë ndërprerje të rrymës. Ta sqarojmë shkurt se çfarë po ndodh. Para ditën e së martës, në disa pjesë të Kosovës u regjistruan ndërprerje të energjisë elektrike. Për këtë situatë, Kosti, institucioni përgjegjës për stabilitetin e sistemit energjetik, fajsoi Keskon, kompaninë që furnizon qytetarët me energji elektrike. Në sistem kishte më pak energji në dispozicion se sa u kërkuan nga konsumatorët. Kjo, sipas Kostit, i shkaktoi debalancë mes energjisë planifikuar dhe asaj të shpenzuar, duke rrezikuar stabilitetin e rrjetit energjetik. Për ta kuptuar më lehtë, ja një shembull. Supozoni që Kesko planifikon që gjatë një dite të konsumohen 100 MW energji elektrike, por qytetarët në realitet shpenzojnë 130 MW. Dallimi prej 30 MW-sh do të thotë se sistemi ka më pak energji se sa nevojitet për funksionim normal. Kur këto devijime janë të mëdha, stabiliteti energjetik vihet në rrezik. Për këto arsye, Kosti tha të martën se ishte i detyruar të kërkonte ndërprerje të konsumit të energjisë me qëllim rikthimin e balancës dhe garantimin e operimit të sigurt të rrjetit. Në njoftimin fillestar të publikuar në Facebook, Kost kishte paralajmëruar se ndërprerjet do të nisnin nga ora 10, por vetëm disa minuta më vonë, ky detaj u hoq dhe ora u fshi nga postimi. Çfarë thanë nga Kesko, aty ku i paguajmë faturat e rrymës? Nga Kesko thanë se gjatë kësaj periudhe është rritur ndjeshëm konsumi i energjisë elektrike, pasi shumë qytetarë po e përdorin atë për ngrohje. Ndërkohë që sistemi energjetik po funksionon në kushte të vështira dimrore. Sipas tyre, kur prodhimi vendor i energjisë është i ulët, Kosova detyrohet të importojë energji nga jashtë. Megjithatë, mundësitë për import, siç thonë nga Kesko, janë të kufizuara për shkak të kapaciteteve teknike dhe kufizimeve të rrjetit energjetik. Kjo, sipas kompanisë, nënkupton se energjia nuk mund të sigurohet në çdo moment për të gjithë konsumatorët, sidomos në periudhat me konsum të lartë. U përmend prodhimi i rrymës, si është puna aty? Nga 5 njësitë e vjetra të termocentraleve Kosova A dhe B, të martën funksionuan vetëm 3. Më 16 janar, operimi në njësinë A3 u ndal, për arsye të sigurisë teknike pasi u identifikua një problem gjatë funksionimit. 2 ditë më vonë, më 18 janar, nga operimi u ndal edhe bloku B2, por t'ju nënshtruar një kontrolli teknik pasi kishte punuar pa ndërprerje që nga 26 tetori 2025. Ky blok e kaloi remontin gjatë vitit 2025, ndërsa njësia A3 ndodhet ende në proces të mirëmbajtjes. Kështu, kur prodhimi vendor i energjisë është i pamjaftueshëm, kur importi i rrymës nga jashtë mbetet i kufizuar për shkak të kapaciteteve teknike dhe konsumi rritet ndjeshëm për shkak të temperaturave të ulta, krijohet ky jo stabilitet energjetik. Dhe pasojat e këtij zinxhiri i bartin qytetarët, të cilët paguajnë deri në 15.43 cent për kilovat, varësisht sa dhe kur shpenzojnë. Ndërprerjet e rrymës lënë shumë familje pa ngrohje, pezullojnë punën e bizneseve pa gjenerator dhe shkaktojnë kaos në trafik për shkak të mos funksionimit të semaforëve. Cila është zgjidhja? Instituti për Politika Zhvillimore, INDEP, thekson se reduktimet e energjisë cenojnë sigurinë e furnizimit dhe shkelin të drejtat e konsumatorëve, të cilët nuk duhet të paguajnë për gabimet institucionale. INDEP kërkon transparencë, përgjegjësi dhe kompenzim, si dhe që çështja e energjisë të trajtohet si urgjencë kombëtare. Derisa zgjidhjet e përhershme për fshirë energjinë e ripërtrishme janë ende në zhvillim, institucionet kërkojnë nga qytetarët që ta kursejnë rrymën, por nuk u garantojnë se do ta kenë pa ndërprerje, sidomos gjatë dimrit.